Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot OSBE Odiri ka publikuar raportin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit. Janë një sër shkeljesh dhe rekomandimet që janë shkruar dhe janë theksuar në këtë raport. Unë do lexoj disa prej tyre. Kandidatët mund të fushatojnë lirisht, por disa u përballen me kërcënime. Administrata e menaxhoi procesin në mënyrë të gjithëpërfshirëse, por partia nuk në pushtet përfitoi nga burimet administrative duke krijuar avantazhe të panevojshme. Raportohet presion mbi votuesit, veçanërisht për punonësit publik. Legjislacioni dhe interpretimi i tij nuk e penguan plotësisht abuzimin zgjedhor. Pronësia e përqendruar e medias dhe censura kufizuan mundësinë e votuesve për të marrë informacion të plot. Rrjetet sociale amplifikuan diskursin konfrontues dhe nuk pati autoritet për të kontrolluar përmbajtjen manipuluese. Mekanizmat e ri për hetimin e krimeve zgjedhore janë pozitiv, por ndjekja e tyre mbetet e nevojshme. Dita e zgjedhjeve ishte kryesisht e qetë, por pati incidente të friksimit të votuesve dhe mangësi procedurave të numërimit të votave. Nga ana tjetër, OSBE Odiri është ndalur te task force e krijuar mes prokurisë posaçme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e krimit zgjedhor në zgjedhjet e 11 majit. Mekanizmi i ri u vlerësua si një zhvillim pozitiv me efekt parandalues ndaj krimeve zgjedhore. E theksoi këtë. Task Forca u vlerësohet nga raporti OSBE Odirit si një zhvillim pozitiv me efekt parandalues për krimet zgjedhore. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK luajti rol pozitiv në hetimin e rasteve të korrupsionit zgjedhor, ndërsa mekanizmi i ri i koordinimit me SPAK-ut, KQZ dhe prokurisë përgjithshme u pasi një mjet që mund të ketë efekt parandalues, thuhet në raport. Për të analizuar raportin e OSBE Odirit, raportin final, por dhe çështje tjera të politikës, unë kam ftuar sot Lefter Maliqin, ish deputet i Partisë Demokratike dhe aktualisht sot drejtuesi i qarkut të Beratit për Partinë e Lirisë. Faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi. Edhe me këmbë të mbar gjithnjë bashk, sapo doli raporti, do thotë që ne ushtarakët i paraprim gjërave. Zoti Maliqi, cili është komenti juaj? Ishte e pritshme kjo që ka konstatuar raporti për ju? E pritshme. Madje do ndaloj te pika e fundit, edhe tek SPAK-u. Pra këto de facto janë zgjedhje që nuk njihen, varet tani se si do të komentohen. Jo, këtë sepse përdorimi i burimeve shtetërore që janë thënë her pas here nga opozita dhe veçanërisht nga zoti Berisha, qoftë përdorimi i fondeve për pensioneve, I referohet çfarë tha Berisha dhe çfarë thotë raporti? Po ato janë pothuajse. Ora Berisha thotë në mëngjes dhe ndarkë me ato merret. Përdorimi i administratës së shtetit, me fjalë intimidimi i votuesve, gjë që janë bërë faktike, kurse lidhur me pikën e fundit për SPAK-un, unë duhet t'ju vend dieni sepse përfaqësues të OSBE Odirit, për shembull, te zyra ime elektorale, kanë ardhur dhe unë u kam thënë që kam bërë denoncim në Prokurinë e Beratit dhe në Policinë e Kuçovës për përdorimin e administratës, të cilët në orar zyrtar u kapën në një lokal, është bërë kallëzim dhe ne s'kemi asnjë lloj përgjigje. Unë kam telefonuar prokurorin e rrethit dhe nuk është bërë, pra u vund dieni OSBE Odiri që janë bërë denoncime nga ana jon, po kështu e denoncime publike dhe për çka parë, për shkakun që u përdor zyrat e spitalit në orar të punës e me radhë. Kështu që këto gjëra janë të dukshme, të faktuara. Dhe besoj dhe shpresoj që të ketë një reflektim nga opozita, një qëndrim nga opozita, lidhur me këtë raport të OSBE Odirit, sepse kjo tregon që ne ishim në një fushë të barabartë futbolli, por ata ishin me 11 lojtar, kurse ne ishim me 7-8 lojtar. Kjo është për mua konkluzioni i raportit të OSBE Odirit. Sepse unë jam kërkoj ndjes zoti Maliqi, sepse her pas here lexoj pikat e raportit. Tani problemi është që si do procedojë, sepse opozita dhe liderët e saj kanë thënë që ne presim raportin. Raporti doli. Tani çfarë do bëni tani? Tani bënami tani. Edhe unë si drejtues politik dhe si opozitar me mbështetje të madhe të majtë. Ja ky është raporti? Po. E Beratit, po pres reagimin që do të ketë opozita zyrtare dhe sigurisht që drejtuesi i saj është Sali Berisha. Tani po pres Sali Berishën, thua ti që çfarë do thotë ai që them unë një gjë? Po bashkarisht. Bashkarisht, ja unë e thash edhe timen që raporti tregon de facto që nuk një zgjedhje. Jo, s'ka aty që deri tani unë s'kam lexuar, nëse me shkelje të rënda. Kurse për mua unë pres një qëndrim të fortë nga opozita dhe lideri Berisha. Ja, kjo është përmbledhja executive summary.
ose bëu diri institucioni edhe në anglisht është STRZ. Jo, në anglisht si STRZ, çdo të thotë STRZ. Po pritëm se s'ka, unë po shikoj nëse ka, sepse aty ka dy pjesë. E para defektet dhe problemet që u shfaqen në zgjedhje, edhe e dyta rekomandimet. Këto janë. Aty nuk ka, në qa lexova unë, që nuk njën zgjedhjet. Mua s'më intereson asnjë pikë tjetër përveç se kaq që u zhvilluan në kushte të pabarabarta. Ja, ishin kompetitive dhe janë profesionalisht korrekt të rregullta, në cilën morën pjesë, por ajo pjesa e dytë pastaj në një atmosferë të polarizuar. Kjo tani nuk e di se si përdorimi administratës, intimidimi, përdorimi akoma kandidatët ishin në gjendje edhe kandidatët kanë pasur raportime sepse një pjesë kanë qenë dhe të intimiduar, pra në presion. Sigurisht. Administrata që menaxhoi procesin. Jo, administrata zgjedhore bën punën e tyre pavarësisht na Komisioni Qendror. Jo, ajo e vlerëson, ka qenë transparente. Por nuk është puna tek ajo, puna është tek me fjalë. Jo, pak a shumë këtu te kjo faqe që është i përmbledhje zoti Maliqi, janë parregullësit po themi, dhe nuk ka ndonjë fjalë aty që thotë që nuk njihen zgjedhjet. Po sigurisht nuk e Po thonë. çdo zgjedhje kështu që? Nuk e jo, s'ka qenë kështu. Ka pas mangësi, se unë kam qenë edhe zgjedhje paralokale dhe ka pas të paktën unë kam pas ankimim të shumë tek OSBE Diri, por asgjë nuk ka qenë si ky raport. Në kushte kaq të pabarabarta, përdorimi i administratës shtetit, intimidimi i votuesve, probleme me kandidatët. Por e lexova ti me kaq detaje se unë e lexova me shumë detaje, e kishte dhënë media dhe qelloi 5 minuta para se të vija tek ju. Po, faqja tjetër, sepse këtu ka ato që unë i lexova pak më lart. E njëjta është. Konkluzioni është vetëm kaq. Me fjalë në kushte të pabarabarta dhe pastaj renditen. Janë regjistruar, në ka pasuri një shifër aty, 3.7 milion votuesët dhe përfshir 245.935, të cilët janë regjistruar për të votuar në postë, domethënë që i bie diaspora. Po jo, nuk ka këtu, nuk shikoj zoti. I bie që jemi futur në një ndeshje boksi, po themi ne në kuptimin figurativ. Po? Ne të opozitës me doreza, ata të tjerë me hekur. Faqen 4 që të kapim me një element në një unë nuk shikoj zoti. Për rrjetet sociale ka atje që mor një mas për bllokimin e TikTok në 6 mars dhe kjo limitoi disa kandidatët për mundësitë që ata mund të e lexova dhe këtë deri në fund. Ty të ka prish punë TikToku ty. Jo, TikToku po. Ja pra kështu po thonë aty. Përdorimi mediave me fjalë nga ana e partisë në pushtet, përdorimi administratës, përdorimi i resurseve me fjalë siç ne I tham që në fillim, intimidimi I votuesve, çfarë do më. Faqja 5, jo që ta mbarojmë këtë që shikojmë në Faqja 5 është e ke lexuar. Është vula që de facto këto zgjedhje nuk njihen, pavarësisht se s'ka këtu, jemi veproj opozita. Jemi po dhe këtu pjesa tjetër, pjesa e dytë është për thënie edhe për rekomandimet, po mund ta vazhdojmë? Rekomandimet I lexojm. Sigurisht që OSBE Diri jep rekomandime për reformë të thellë zgjedhore, jep për administratë të pavarur nga edhe disa kushte tjera që I takojnë marrëveshjeve të forcave politike. Sigurisht që kodi zgjedhor duhet ndryshuar, se edhe ky sistem. Pse edhe atë ju tani po tani me listat të mbyllura. Se vetëm Tirana I ka fajin. Unë kam qenë kritik për listat e mbyllura, siç kam qenë kritik edhe në 2009 dhe më pas. Ju e dini shumë mirë që në 2009 zoti Meta fut në grevurie vetëm për të kodë zgjedhor, sepse disa paft, disa pazargjin, disa servil përfitojnë nga mundi djersa e votuesve qofshin këta të majtë e djathtë dhe duke përfituar në listat mbyllura dhe lista me renditje. Zoti Maliqi, ju përmendën kodin zgjedhor, por kodi zgjedhor është hartuar me bashkëpunimin edhe të Partisë Demokratike. Sigurisht së bashku. Nuk ka fajin e Dirama këtu. Sigurisht së bashku, por ne qëllimi kryesor është tek sido që të ishte kodi zgjedhor,
në këto kushte dhe në këtë raport përfundimtar, që ishte pothuajse i njëjtë me raportin paraprak të SBO-dirit, është e pamundur që në kushte. Po, paka shumë të njëjtë, tu keni shumë drejt, por të lutem që të jemi korrekt, nuk ka aty që nuk njeh zgjedhjet. Domethënë, vetëm në vitin 96, raporti ose BE-dirit ka thënë që nuk njeh zgjedhjet dhe 40 zona duhet të përsëriteshin. Tani nuk e di se si do të përkthehet ky raport, por unë kështu e përkthej, që këto zgjedhje nuk njihen. Tani varet si do veprojë opozita, çfarë veprimi ka. Po ti opozita. Tani unë jam opozita, them zërin tim, por në të vërtetë me fjalë është që strukturat e Partisë Demokratike janë kryesore. Lideri Berisha, lideri tjetër është në arrest në burg para burgim. Ja, i s'ka si lloj mundësie për të dëtuar. Dhe i marrë në mënyrë arbitrare, e pa Sarkoziun se si vajti i dënuar 5 vjet pa vendimin e formës për. Ja, e kemi këtu dhe në Shqip zoti i shëgjëruar. E lexova në Shqip komplet, sepse u dha publike më njëherë. Të gjitha kam lexuar raportin dhe ky është konkluzioni. Po t'i kalojmë sepse i trajtojmë këtu faqen tjetër? Po thuaj se të njëjta. Këto do. Ky është raporti po? Paraprak. Faqja 4? Faqja 5? Gjetet paraprak. Ja, këto janë kuadri ligjor. E thot aty për sistemin zgjedhor, ky është problem. Po të gjitha i thot, edhe për sistemin zgjedhor. Vazhdojmë faqe tjetër që të kapim atë që duhet. Po, administrata zgjedhore, po edhe për këtë folëm, nuk ecim që të përdorim teknologjisë në zgjedhje. Prit këtu ja një moment vetëm ndoshta këtu mund gjejmë diçka, kodi zgjedhor kërkon që pilotimi i votimit të mbuloj, është kjo elektronik apo jo, dhe nuk e di se si duhet rezultojë. Sikurse edhe në zgjedhjet e mëparshme, identifikimi biometrik i zgjedhësve u përdor në të gjitha qendrat e votimit. Dhe kjo është e vlerësuar. Ka pas dhe probleme. Po ja pas thot aty që kjo është probleme. Ka pas disa probleme që ne ai kemi dhënë ankesën tonë. Po. Kështu që ka pas edhe prishjet. Ecim faqe tjetër. Prokurori do thonë nuk është se ka kodi zgjedhor nuk parashikon një detyrim apo auditim apo certifikim të pavarur të teknologjisë. Kodi zgjedhor nuk parashikon ndonjë detyrim për auditim apo certifikim të pavarur të teknologjisë, që kishit ju si pretendim. Megjithëse përveç se testimeve të brendshme, nga i kontraktor u bën dhe testimet e sigurisë serverave të KQZ-s, faqes së sajt internetit e tjerë tjerë. Regjistrimi i zgjedhësve, ecim faqe tjetër që ti kalojmë mos të mbetemi te nuk shikoj ndonjë problem zoti Maliqi, nuk shikoj ndonjë problem. Ecim. Ja, jo dua te rekomandimet, ajo është pjesa e rëndësishme. Prandaj po regjistrimi i kandidatëve ecim se edhe kjo nuk besoj mjedisi fushatës. Ja, këtu një moment. Fushata zyrtare filloi me 11 prill, fushata ishte në përgjithësi e qetë. Ja, e fokusuar me aktivitetet vogla me personale fizike. Megjithëse kandidatët patën përgjithsisht mundësinë të bënin fushatë në mënyrë të lirë dhe zgjedhësit mundësinë të zgjidhin mes alternativës. Po sigurisht. S'ka këtu ndonjë problem. Ecim faqe tjetër? Ecim, këtu janë pretendimet e palëve. Këtu thotë që gjatë periudhës zgjedhore aktivitetet e fushatës për 23 të llogarive të partive politike në Facebook dhe Instagram. Kandidatët u angazhuan në mënyrë aktive etj etj. Shumica e partive politike nënshkruan para fushatës kodin e etikës, duke përfshirë, duke shpërndarë përmbajtje aktivitetet, duke promovuar premtimet zgjedhore. Duke përfshirë edhe PD dhe PS-n, edhe PD dhe PS, Lefter. Në disa kandidatë shpërndarën përmbajtje përçarëse, diskriminuese dhe manipuluese. Edhe ju. PD dhe PS thot raporti, apo kjo nuk quhet? Mund të ketë individ në e djatha, por sigurisht që majta është ka të gjitha format, metodat. Rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative raportoi disa raste si është të koordinuara jo autentike për të amplifikuar angazhimin në mënyrë artificiale. Kalojmë tjetër. Ndoshta këtu duhet të kalojmë se financimi i fushatës. Po këtu prit. Nuk ka pasur ndonjë reformë gjithëpërfshirëse, thotë. Kuadri ligjor i mungon efikasiteti. Dhe kjo është thënë në fakt. Tani, KQZ shpërndau 131.816 lekë, 1.3 milion euro nga fondet publike mes 11 subjekteve zgjedhore. 1.3 milion euro, e kupton dhe.
Kufiri vetë financimit do ngrihet nga 1 milion në 3 milion. Afërsisht 30.000 euro. Donacionet 1 milion, nëse e kalojmë dhe këtë. Po, media. Parasysh shumëria dhe integriteti i lajmeve cënohet nga fakti që shumica e mediave varen nga financime jo transparente të interesave politike dhe interesave të biznesit, duke mbështetur shpejt te kontratat qeveritare. Përqendrimi i pronësisë së mediave cënon edhe këtë. Kalojmë që mos ngecim këtu. Ecim. Zgjidhja e mosmarrëveshje zgjedhore. Ecim dhe faqe tjetër. Pjesëmarrja e pakicave kombëtare. Ecim se Shqipëria s'ka pasur ndonjëherë problem me këto. Vëzhgimi i zgjedhjeve, flet për vetëm, dita e zgjedhjeve, ecim. Konkluzione. Po, gjetjet. Ecim. Kaq, kjo është. Aty na unë nuk kapa edhe një herë. E gjithë kjo më bëj një panoramë, po unë skapa që tha nuk një zgjedhje. Panoramën e para. Përdorimi administratës shtetit, 1. Intimidimi i votuesve, 2. Madje edhe presion ndaj kandidatëve, thot raporti OSB Odirit. Përdorimi i aseteve shtetërore. Mediat e pat pikën e fundit, me fjalë, përdorimin nga mazhoranca qeveria. Aty thoshem për thoshte ty në mazhoranca. Përgjithësi media është nuk i ka burime të transparente. Tani, sigurisht që situata nuk pati në një konflikt në kuptimin fizik, edhe për shkak të këtij lloji sistemi, me listat mbyllura që si parë ndonjëherë në histori, në Shqipëri, ku diun ku ka ndodhur në botë kjo me listat mbyllura. Lefter, po ju e bëtë më, po e bëtë vetë më. Po bashkarisht e bën. Po bashkarisht e bën, për edhe unë e kam thënë dhe them që jam kundra këtij kodi zgjedhor, kundra këtij sistemi zgjedhor, kam përfituar disa servilat pa aftë, pa zargji, një pjesë e mirë. Na thuaj emra thonë ata. Po s'ka nevojë, unë kam bërë deklarata publike, unë e kam thënë për shkakun. Po. Pra, përveç raportit OSB-ODI, përveç masakrës elektorale, zgjedhjeve me radhë, unë e kam thënë që Sali Berisha tek opozita me fjalë punonte në mëngjesin darkë, por një pjesë e drejtuesve të qarqeve nuk e ndoqën ritmin e tij. Pra besimin që ai dha dhe vlerësimin nuk e kthyen. Pra përveç masakrës, Ramizi e këta poshtë, Mehmeti Ramizi. Po ç'është kjo tani si dinte ju dhe si tani Lefter, ti je burr i mençur tani, nuk e di. Po unë burr i mençur jam, dhe unë po ta kthej një kundërpërgjigje tjetër. Le të them, imagjino që këto janë gjëra të vogla që thua ti, dhe unë po them gjëra të mëdha. Pra, vjedh Arben Ahmetaj, vjedh Beqa, vjedh ministri tjetër, koka tjetri, dhe vjedh Velia dhe nuk vjedh Rama. Imagjinoti ç'a ndodh? Jo, do ta analizojmë qeverinë, po ti po flet për tu që Berisha është në rregull, thotë ti, po e ka faj nga zëvendë bardhë. Po ta them, pra përveç këtyre kushteve të pabarabarta, që ne tham, Sali Berisha ishte 1 vit rreth shtëpie dhe doli 3 muaj para. Pra 3 muaj para zgjedhjeve doli në terren. Edhe ishte një situatë që jo vule partisë me zgjuar humore, tjetër me radhë. Alati tjetër Ilir Meta humor arbitrarisht dhe i bën presion opozitës. Unë kur marrë ish presidentin, ish kryeministrin Zvar, nuk pyes për ju opozitar. Ata pranoi dhe drejtuesisë. Dhe kështu që këto janë gjëra të kuptueshme. E pat Sarkozion si iku, ish president, i shoqëruar me polici. Shteti respektoi ish presidentin. Edhe imagjino ç'a ndodhi këtu. E morën Zvar, babum, kushdo që të jetë, nëse Ilir Meta ka bërë krim, do e to, gjykata me radhë. Unë jam kundra, se kam një zëvendësje të përgjithshme burgjeve, ka vetë dorë të kokë kur ka vajtur për inspektime në përburgjet, janë njerëzit të paraburgosur, një pjesë dalin pa fajshëm, një pjesë dënohen se s'kan mundësi ekonomike të paguajnë avokat apo prokurorë e gjyqtar, se korrupsioni është kthyer në sistem për 30 gram drog. Ja në burgun e grave ka vetë dorë të kokën, një Nakuçova ka qenë për një falsifikim të lehtë nën edhe bij, të dyja në burg, 4 vjet, 5 vjet. Imagjino ç'a ndodh në Shqipëri, sepse s'ka drejtësi. Të merrej, marrim rast. Mirë, mos kalojmë te se do të pyet për këto po. Ore, ka vajtur Meta sa era shtirur për përgjithshme, ka vajtur Spak sa era shtirur, ju bë presoni për ti kur jashtë shtetit se vetë i ka thënë aty, siku, tani pse do t'i bëj këto veprime? Do të pyes për ato, se do të pyes për Metën. Tani rrim te raporti. Tani mbas kësaj zoti Maliki, çfarë do ndodh? Çfarë do bëni? Po do ketë shkundje. Mendoj që do ketë shkundje. Do shkundeni ju të opozitës? Sigurisht, edhe opozita ka nevojë për shkundje.
ka nevojë për reorganizim, ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për protesta. Tani, radhë parë po flasim për lokomotivën, pastaj vagonat, pastaj vagonin e parë, Partinë e Lirisë. Flasim pa për lokomotivën? Po, për lokomotivën. Çfarë pret ti nga Partia Demokratike? Unë nuk e fsheh, pavarësisht jam drejtues politik i Partisë Lirisë, kam qenë deputet i Partisë Demokratike 2 herë rresht, por nuk e fsheh dot reagimin e vërtet. Për shembull, për zotin Berisha, deri në 2007 nuk e njihja, me fjalë nga afër. Kisha ato opinione që bëhet propaganda sot, por kur e takon vetë, ndryshon. Pra në gjithë liderit që unë kam njohur, Berisha po të da fjallën, e mban fjallën deri fund. Edhe punon, e shtetë gjë këto arsyet e kësaj humbje të cilat janë shumë në kompleks, përveç kësaj që themi në raportit e masakrës që e ka denoncuar zoti Berisha, unë jam edhe me këta që që një vit në rreshpije, probleme me vullun, u çapët dëja, u ble dhe vazhdon Rama të blej individ, po themin e të Partisë Demokratike, të Partisë Lirisë, duke hapur një propagandë që ne jemi parti shtet, ka hapur një propagandë që nuk fiton me opozita, ju e shikoni çfarë po ndodh. Por lëre Ramën aty forturës, po ja këtu po flas. Ti ndikon te mua të bëhem unë i keqër. Këtu po flas. Dua unë të bëhem i keq. Unë mendoj që Partia Demokratike do të bëjë analizën mbas raportit të Odirit, sepse ajo është parti e madhe. Aty kemi të gjithë lokomotiva pra? Edhe unë që do konkurroj në bashki pa Partinë Demokratike, ai sa ka 30%, se të tjerët i kam të majtë ndeshëm që i respektoj, dhe i kam pasur me kohë, edhe i kam të majtët e ndeshëm. Madje unë kam dhe të djathë të ndeshëm. A i du të majtë, a i du të djathë nuk më duhen më natyrën time. Ka dhe a i du të djathë? Unë kam një gjithë keqe. Po, me sa i du të djathë dhe të majtë, kush është më shumë a i du? Unë të kam një, po të majtët, sigurisht janë... A i du të më të mëdhejnë se... Shumë të mëdhejnë. Janë shumë të mëdhejnë, madje është për të vënë durë të kokë. Po të ketë e tim, pra ndaj themu që s'ka, ka është prokurisë selektive, s'pak selektive. Merë një kryetar bashkie ti vetëm. E ato e mirë, merja celularëve të gjithë. E do shikosh do vesh durë të kokë, s'janë gjatë deputetët. Do shikosh kryetarët e bashkive të vesh durë të kokë, se vetëm vjedhin. Unë kur isha kryetar komune në Otlak, thoshin çesh ky çmendur. Si punon ki për popullin, në vend që të bëjë një fabrikë për veten, një vilë për veten, një gjë. Prandaj s'kan frikun. Sepse këta nuk e kanë mendën te puna, këta kanë mendën të pasurohen sa ti janë pushtet, është kjo. E besë unë kam e para njëri jam Skënderbegaz unë në origjinë. Dhe Skënderbegazit me fjalë janë mësuar me vujtje, me sakrifica. Dhe duan emër, duan dinjitet, duan krenari. Kurse të tjerë vjedhin. Dhe ne mirënjohjen e kemi në gjak. Të tjerë e kanë kjo është gjë për të krenuar, po tani jo të gjithë Skënderbegasit tani ishin engjëj tani. Jo, s'kan qenë engjëj. Kanë qenë njerëz që kanë qenë për shembull pjesë e nomenklaturës që kanë qenë me lidhje të mëdha dhe i kanë marrë edhe me mik shkollën. Ne po themi pjesa më e madhe që kanë vajtur këtu vujtur, e morën me merit, e kanë bërë shkollën siç duhet, me disiplinë, me korreksim. Po të bëjmë pyetje të drejtë për drejtë. Zoti Berisha duhet largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike? Unë mendoj që zoti Berisha do largohet pasi të mbarojë misionin e tij. Misioni i tij është që ai ka detyrime të mëdha për demokratët, nuk ka detyrime për ata 50 deputet. Tani para se të fush këtu takove Berishën ti? Prandaj jo, s'jam takuar me Berishën. Tani kam kopa u takuar. Se ti po flet. Pra zoti Berisha, një minutë e njoh nga afër. Dhe unë milionë e kam pikë dobët. Pavarësisht unë kam pak nësitë mia për sa i përket. Ma mirë kuptoj. Zoti Berisha e ka bërë epokën e vet. E ka bërë. Dhe bilancit dhe do e dorëzoj. Do vi momenti që do e dorëzoj. Kur? Do vi momenti që do e dorëzoj, do e dorëzoj në kushte të barabarta. Sepse ka në kushte të barabarta në zgjedhje. Për shembull, 2027 kemi zgjedhjen? Nëse në 2027 del dobët zoti Berisha me këta raport ose Odirit edhe me këto tjerat, atëherë do marrë një vendim politik. Besar Xhaferi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, në atë vend ku keni ju, tha që zoti Berisha në prill të vitit 2026 duhet largohet, nëse nuk përsëriten zgjedhja. Tani. Të piç ku ju si ushtarak? Mund ta ke dhe gotën aty. Është tani. Listat e mbyllura ishin një skandal për të gjithë forcat politike. Një. E dyta, mirënjohja është gjë më e madhe në jetë. E treta, nuk kam gjë me personin. Po jo, nuk kam gjë me personin. Se thua mirënjohja, me që Berisha e futin listat në ai s'duhet të flasë. Sepse jo, një minutë. Ja ta them unë. Shkon. Tani ti mund t'ja bëj pyetje, pse fole? Po patjetër që bëra pyetje, ti di që analizën time. Pse flet kështu? Çka ka? Flet. E pyeta unë. Tani, më dëgjoj mendje. Edhe filloj me një eufori, un kam detyra tjera, ose pa shu po tjeta shu dhe unë flas, edhe nesër mere me diçka tjetër, se nuk ka vdek njeri. Ne i mësuar edhe me opingat të grisura.
edhe me bukmistri, po themin. Tani më dëgjojmë mendje. Pra, listat e mbyllura ishin vrastare. Këta nuk e kanë provuar që është fushata në terren. Më thoj mua që nuk le zonë, fshat, njeri patakuar edhe në mdrak, që se ke dëgjuar, ke dëgjuar të morat në mdrak të lumësit zonë e lartë, Qereshnik edhe në Karkanjoz, edhe në Darë dhe Qevdarë, për ku do vete unë, për të takuar njerëzit, të majtë apo të djatë, pa dallim politik. Tani, sigurisht që ka miq deputet të majtë, ka miq të djatë, se nuk janë të gjithë të korruptuar dhe të majtët, ka njerëz të ndeshëm, siç ka dhe socialistë ndeshëm, të cilët më mbështesin, sepse unë kam fituar kundra PS-s e kundra PD-s komunë më të madhe, që është një lloj se ç'është bashkësia s'ka parit sot, o të laku. Tani, zotin Xhaferi nuk kam gjë personale, se nuk e njoh nga afër, vetëm jemi përshëndetur. Por mandati është i dhuruar. Unë jam dakord, më falçik. Unë jam dakord. Ai është listë mbyllur. Po pra, është i dhuruar. Po ja, s'është i dhuruar. Tani, unë jam dakord. Ai ishte aty sekretari i forumit. Unë jam dakord, s'është në rregull forumi linor i Partisë Demokratike. Pra unë e kam thënë gjithandej, nuk është në rregull forumi i Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Ai ishte në listë mbyllur si kryetari i forumit rinor zotë. Edhe një letjet, se kryetari i forumit rinor ka qenë dhe Tazëm Kllliçi apo tjetër Suberën e parë. Huberën e dytë. Po ishin ato të bashas ato. Më dëgjon çik. Tani, e vërteta është, unë jam Temir Njoja. Pra, është bërë me listat mbyllura, të flasim ne që me listat pra që mora goxha vota dhe në qarkun e Beratit, 5222 vota, dhe s'kisha numëruar as në Berat gjysmët, as Poliçan, as në Urvajgurore, dhe mora 5222 vota, që kisha dhe PS-n dhe PD-n kundra, s'ka ndonjë gjë, unë isha i Partisë Lirisë. PD punoi për veten e saj, PS për veten e vet dhe u vura si dy ujqit, dashin mes për ta coptuar dhe mora 5222 vota. Duke dali pari na Partia e Lirisë. Por pse të votojnë ty? Kur i din këto njerëz? Sepse më votojnë për shkak se unë nuk lë ngushëllim pa vajtur. Edhe sot tani që po vi na dy ngushëllime na Lumasi, Shuaipi dhe një tjetër Doko. Pra unë nuk lë ngushëllim, kudo që të jetë, aq sa kam 5000 lekë, 10000 lekë, kaq kam. Dhe nuk le njeri pas zgjedhur, edhe kur me një student, edhe kur me një spital, vete unë, kur jam detyrë, bën copa kur jam detyrë. Sepse populli thot, nuk duhet edhe kjo shprehje që them unë, po hasi punë miun se nuk gjen gjë. Këta janë arrinj molla. Këta nuk fryen. Këta thon 20%, këta thon tendri pastrimit 1 miliard e 700 milion, ndërkohë që e bën për 200 milion si bashki, ndërkohë që unë e bëra me mjetet e mia kur isha kryeta komune. Thoshin ç'a bën ky, se nuk ngopen. Ku do i çojnë? Se 2 metra vend kanë të gjithë. Pra kanë mendjen vetëm për të vjedhur dhe kanë mendjen dhe tallen me votuesit kur marrin pushtetin. Edhe deputetët nuk vën. Dhe unë sulmohem, edhe kam thënë këtë, i afti e nxjerr pa aftin, ja merr dorën. Ja merr dhe nxjerr. Kurse i pa afti e grin të aftin. Për shkak unë isha listë hapur. I thash zotit Berisha dhe zotit Meta, sepse unë isha i premtuar që do isha në listë mbyllur. Megjithëse unë jam i Kush ta premtoi? Na Partia e Lirisë aty isha. Jo, po kush? Në zotit Meta bashk aty ishim. Ta premtoi. Po premtoi, por nuk ishte faj i zotit Meta, sepse kërkoi vetëm 4 mandate. I la vetëm 4 mandate Partia Demokratike. Ai më çoi emrin tim 5-6. Tani pavarësisht se unë kontributi kisha vota më shumë. Jo, se ishe ti në Tiranë për shkak. Se kisha vota më shumë, unë nuk ndahem në qarku Beratit. Në qarku Beratit unë se i dorë, sepse unë dhe deputet dorëja një vit. O do konkurroj kryetar bashkie që t'jen drejt për drejt me popullin, deputet ngri dorën aty, fol disa gjëra. Kryetari i bashkisë nuk u çov. Aty ku ma grabitën, aty do jem me të majt, me djathtë të ndershëm, e mera madje do jetë fushata ta bëj vetëm. Nuk më interesojnë shumë të kem deputet nga pas, as Partisë Demokratike. Dua ta bëj fushatën vetëm me njerëzit. Po kopion Florian Bine? Jo, unë kështu jam. Kështu kam bërë. Madje edhe fushatën e fundit në Kuçov, më vjen njerë të moralizoti për cilin kam respekt. Se është intelektual, është i zgjuar, vetëm njerë më vjen në Kuçov dhe filloj me fjerë politikën siç di ai kundra të majtës. Dhe unë i thash stop, nuk të marr dot me vete. Sepse ai është populli majt. Dhe unë jam për të shërbyer atyre të majtëve dhe djathtë, nuk ka vajtur për akmarrje politike. Po të mori si agua. Po të mori tha të persekutorët çuan ndaj këtij. Si agua. Pra të mori ishte bashkëpunues, pra e kam thënë dhe gjithandej, por në anën tjetër është opozitar i vërtet. Kurse unë e mbaj mirë edhe me të majtën e djathtë. Ti nuk je opozitar i vërtet? Opozitar jam, por unë të majtën ndershëm i dua. Pra unë s'bej dallime politike kur vjen puna për vote, për mbështetje dhe për shërbim. Kemi disa fotografi, lutem regjia ti shfaqim dhe ti komentojmë. Jo, të parën dua dy tabelat e votimit në Berat. Zoti Maliqi është pjesë e listës dhe ja, kjo është
kandidat Partia Socialiste, që janë votat e fituesve, por edhe kandidatëve në qarkun e Berat. Ervin Deva, Neri Ketajao, Ysem Buzali dhe Fadil Nasufi që fituan dhe të tjerët morën X vota edhe Atigje Ekonomi. Këta janë fjalë, Atigje Ekonomi 3000 vota, Lefter Maliki 5000 vota. Ja prisë është tabela tjetër tani, është e Partisë Demokratike, ku jeni dhe ju në listë, ju lutem, tabela tjetër. Këtu jemi tani. Tani, Lefter 5222, Lefter Maliki 2. Jo, s'jam pakun, jam i vetëm kundra pasë. Parit Mamuda e ka marrë më shumë? Ai ata e përgjigjen. Ta e përgjigjen siç duhet. Urdo, me shikon çik rezultatin. 1300, 1200, 1100, 900, 500. Gjithë kandidatët, 5 kandidatë poshtë kanë marrë 5000 vota së bashku. Që janë PD-s. Unë jam i vetëm aty, 5222. Pra orientimi votave është tek i pari. Ishte Djalimir, është Djalimir, është me perspektivë, që do të orientuan votat. Ta marrin mandat në 3 PD-ja, pse ta marrin Lefter Maliki? Ta paska futur. Po kam thënë këtu unë. E kam thënë. Por për të parin, me fjalë unë e vlerësoj sepse Këshilli Xhalxhan deputet fisin gjitha me radhë dhe orientimi i votat Mamute, po. Është nipi Kastamonu. Ore, kur ke vota, pse s'fitove, më? Po, sepse është listë mbyllur. Kam fituar unë. Po, tjerë me listë ta, pra kam fituar. Mamute është lista? Po, edhe ai, jo, s'ka fituar as ai. Po, pra, e kam bërë shumë se ty vota? Po, unë i dyti, 2 mandate, të tjerët janë fituar. Zia Ismaili dhe në Bosdo? Janë të mbyllur, punuam ne për ata, dolën ata 2. Kjo është listë mbyllur. Pra, si i priste elektorati Beratit e në Bosdo? No koment, për mua e kam thënë që mandati i 3 i Partisë Demokratike u na drejtuesi politik i Partisë Demokratike. E kam thënë të gjithë. E ke thënë këtë? Dhe sepse u orientuan të gjithë në Kutshov, prita Berishën unë në Kutshov që as Kavaja nuk e priti dhe u tur gjithë PD-ja e Beratit e Kutshov gjithë kundra meje. Me fen Kutshov dhe në zonën e Llakut. Do të ta ka për PD-ja. Sepse bashkarisht edhe pas PD-ja. Çfarë thotë e Dirama? Një minutë, jo ta them. Ti ta ka për PD-ja. Ja po përgjigje. Pra, disa mandate u humbun për fajet Partisë Demokratike të drejtuesve politik. Disa mandate, prandaj është analiza. Kurse masakre elektorale unë si vë asi nuk keq as si presje. Ore, Eno Bozo, çfarë roli luajti ndaj teje? Ne me ishte i mirë. E shikoja kështu i mirë. Nga ana tjetër në përmjet të tjerëve, po kështu është që politika është bryla. Lufta brenda llojit është më e keqe. Nuk kam gjë personale, nuk e njoh. Nga afër një herë jam takuar me si drejtuesin ti politik. Nuk jam prezantuar fare. Je takuar vetëm një herë? Është rast i veçantë një herë atje në Berat dhe nuk jam prezantuar fare në grupin e kandidatëve të PD-s në asnjë vend. I vetëm rast në Shqipëri. Është me rregull, të gjithë. Kam pyetur Luciano Boçin, të moralizotin tjetër kanë qenë bashkë në grup. Unë si isha bashkë. Sepse, jo se doja unë, sepse ishte lufta brenda llojit, pse të vi Lefter. Pra, mandati i 3 në qarkun e Beratit ishte i sigurt në Partia Demokratike me vajtjen time. Por na sulmi që mua mu beti, u humbi mandati i 3 për 2000 vota. Humbi mandati i 3, prandaj humbi, sepse nuk u punuan Berat, nuk u punuan Ur, u lan zona pa mbuluar. Po doktori Zia Ismaili? Po njëri i mirë është, po që nuk ishte fuqin. Mbas Zotit Bosdo, kaq. I dinte këto probleme dhe nuk bërë gjë. Të njëjtin pretendim që ke ti, Zoti Maliki, e kanë dhe të tjerët? E kanë. Po të gjithë të tjerët e kanë edhe për orientimin e votat dhe për problemet. E kanë, i bidu. Dhe unë kam respekt për gjithë kandidatët. Që nga zonja Doko që ishte diasporës, është nga Kutshova, prandaj po themi ishim 2 kandidatë Kutshov, Merdari në kryetari i partisë, pedagoge Fatmira Kola është nga zona ime, në Lapardha, Thomarun ish prefekt dhe Besnik Osmani ish kryetari i komunës Shqepanit. Por imagjino, shikoni votat, 500, 900, 1100, 1200 PD-ja, 1300. I bie që vetë ju votat janë të orientuara. Për shembull, unë dola i parin Kutshov me 10 vota në Ur, i parin Skapar, i parin Diaspor dhe në Berat dola i dyti, po me diferencë. Pra në Berat merr 4000 sa vota, Mamuta ju marr 1500, nën kryetari PD-s me 700. Edhe njeri lutem regjis tabelën e parë që të bëjmë një krahasim tani. Na gjitha. Po? Nëse do përgjigjen time, me fjalë, Fadil Nasufi është personi që i merr votat vetë drejt për drejt. Të tjerët janë votat orientuara në administrata e shtetit. Demo ishte ish kryetari i bashkisë, orientoi votat. Kjo kam respekt për të jaun, me çka kam dëgjuar, po do të kam respekt edhe për bashortin e saj. E njoh zotin Buzali, po pati mbështetjen e zotit Demo drejt për drejt. Ta tjerë pasaj, edhe kjo zyra njëri mirë në Kutshov. Je duke thënë, zoti Maliki, që nuk patë probleme me këta jo, s'kam asnjë, unë dhe me deputet e Partisë Socialiste, në qarkun e Beratit, nuk kam asnjë problem.
nuk kam pas asnjë problem vetë. Vetëm kam pas gjithmonë me sa deputet e Partisë Demokratike. Jo, me bashkinë e Kuçovës me kandidatin, me ministrin Çuçi që kam thënë, atëherë kur isha për plasje me Rion Braçën, se s'mund të akuzoj të tjerët kot me fjalë kur nuk ka ndodhur. Foto tjetër mbas tyre dy është qeveria Rama, besoj. Po folti po 4 mandate në pushtetin qeveri, oho. Tani ti je për të nderuar me plumb. Jo, s'ka problem. E para njëherë është që meqense kam punuar në shumë sektor, e duke filluar nga policia e shtetit në disa rrethet Shqipërisë edhe pedagog në fund, por edhe te sistemi i burgjeve, por edhe dyer deputet, kryetari i pushtetit vendor. Unë kam thënë dhe e them që loja e Ramës me të marrë pushtetin ka qenë që të marrë sa më shumë lek, të mbushet, dhe mbolli Shqipërinë nga një lazarat e mbolli me drogë, e keq përdori Tahirin, e çoi edhe te shtëpia e bardhë, pastaj e futi një arrest edhe nuk është mirë dhe na shëndeti, më thonë mua tani, mbas daljes në Burgu. Prandaj themi që këta që futen në Burg si Beqja i Sëmur, më thonë mua, Koka i Sëmur, Erioni ka filluar pi e me radhë. Me fjalë presion, se jemi në regjim. Është Sëmur, disa herë nëpër spitale më thonë, probleme lëkurën e tëra me radhë. Sepse ne kemi dhe plan masash, kur kam qenë në drejtori i burgjeve, ne kishim plan masash dhe themi që ushqimi duhet kontrolluar, kjo duhet e me radhë. Se më thonë, pse flet kështu, pa është në plan e masave. Se çfarë ndodh edhe në ushqim. Ata futën pistoletë në burgun e sigurisë lart, që është me kamera, me sallë operative qendrore dhe me sallë atje. Do fut pistoleta u vra në Peqin. Apo imagjino, ne kemi kapur thika, çfarë kemi kapur? Me fjalë gjatë kontrollit u ka qenë drejtori. Po si ka kaluar ato thikat ato? I burgjeve, pazare me policinë. E burgjeve, me drejtorët, me shefat e policisë, me vrasje me pagesë, siç ndodhi e Peqin për mua. Vazhdon ajo në mes të errësirës. Thoshte ministri që u udh me dron, thoshte pistoleta, unë qesha, dola reagova me njerë, edhe thash jo, është futur me pako, copa, ose në buk, ose në diçka tjetër. Ke pritshmëri nga qeveria Rama 4? Tani, unë njoh disa, me fjalë, por njoh për shembull Andi Salla, ka qenë drejtori i Burgut të Elbasanit, unë në drejtori i burgjeve dhe kam vlerësimet e mia. E ke njohur aty? Po, kam vlerësime, ka qenë korrekt. Cilit burg edhe një? Peqinit? Burgu është korrekt. Të Peqinit? Po, Peqinit. Me fjalë, jo, drejtori i burgut të Elbasanit, pastaj u bë kryetar bashkie në Cerrik, djalë i ri, edhe ishte njëri me norma, korrekte me atë, këtë e njoh. Këtë diellën e njeh edhe Trumpi, më duket, me çfarë di unë. Me fjalë Toni Gogu na Berati e njoh kështu, po që nuk mund të them. Si ishte kjo diellën e një Trumpi? Po se s'ka mundësi, na doli, se di unë. E njeh gjithë bota. Kurse pjesën tjetër, me fjalë, Blendi Gonxhën. Nuk i njeh. Kam në një njoh Blendi Gonxhën, me fjalë, nuk kam në një koment negativ. Kam një pyetje kështu, zoti sigur zoti Rama të ofrondoi detyrë ty? Jo. Do ta pranosh? Jo, sepse po ta them hapur. Po jo, hapur këtu, hapur do të flitet mbyllur. Kur një njeri të gënjen një herë, nuk e mban fajin vet. Kur të gënjen për herë të dytë, atëre faji është joti. Kur është për herë të tretë, me fjalë është vrastare. Kur të ka gënjen? Ja ta japim përgjigjen. Pra, unë duke qenë se shenjë e mirënjohjes se kam të madhe dhe kam thënë që në gjithë liderët vlerësoj zotin Berisha, që po të tha po, dhe sidomos Berisha ndihmon kur i vete për hallet e tjerëve. Kur i vete për vete, mezi t'i jep fjalën, kurse kur i vete më duhet një helikopter për shembull për të çuar Britnin si një cëmur, ose më duhet një rrugë ose diçka, Berisha ndihmon. Tani, në momentin që unë, se ma është bërë gangren kjo, që lëviza me fjalë nga PD-ja dhe vajtet e PS, unë s'ka vajt me test. Ti ke provuar të tre partit. Ja. Po edhe PD-n dhe PS-n. Opozitës bashkën, opozita me këta. Ajo LSI ka lëvizur në PS-n PD. Jo, po pse thua jo, ti ke provuar të treja. Një minut. Tani, unë asnjë nuk kam marrë test Partia Socialiste. Në momentin që unë gënjem për herë të tretë nga Basha, me fjalë, është kryetar bashkie, gënjem deputet. Një minut. Dhe ja them në sy që unë po iki, ti merr një mandat në Berat. Dhe përgjigjet ti ishte 2 mandate merren vet, me ty merren 3, një merr pa muajtur. Dhe në këto momente unë na mërzitja e madhe e kisha ndarë mendjen për të ikur në ky vend. Pra në moshën 40 vjeç. Ishe i zgënjur në Anglit e vëllezrit. E kisha vizën atë kohë dhe i vura dhe shtëpitë në shitje, e dinë gjithë në atë kohë.
Edhe isha i mërzitur, me fjalë nuk bëhet në ky vend, nuk vlerësohet njeriu, se edhe akoma nuk bëhet, nuk vlerësohet njeriu, meritokracia, puna, etj. Me radhë. Dhe në këto momente më erdhën oferta, sigurisht, më erdhi edhe nga LSI-ja, zoti Nacho, edhe nga Partia Socialiste. Te Partia Socialiste më vjen një mik që nuk duhet ta tregoj emrin, po është mik i zonës time. Është mik i Lapardas i zonës time, fal çik tani. Dhe ai më thot që ti ke një dëshirë tha në ëndrrën tënde. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit. Pra, kjo ka qenë ndërhime që student i Akademisë së Rendit. Dhe ka ecur karrierë. Dhe derisa u bë Ardveliu që ka qenë me mua 9 vjet një klasë dhe varësim në Tepelen, edhe natyra krejtëndryshe përse i përket njohjes policore, për të cilin nuk kam rezervat e mia, por asnjëherë kur vini në Komision Sigurie, unë nuk qëndroja për shkak të njohjes në shkollë, pra merrsha me të tjerë me të nuk merrsha, dhe në këtë kohë, me fjalë, kam takuar personalisht zoti Rama. Dhe i kam thënë, unë nuk të besoj ty. Shpreja ibe. Unë nuk të besoj ty, unë tha nuk jam si të tjerët, ti ke dëshirë këtë detyrë, unë do ta plotësoj, por jo tani, se do thonë e bleu. Në shtator, dakord të shun, një mandat merr Partia Demokratike pa mua. Edhe ju habit, se të gjithë i thoshin merr 2 mandate Partia Demokratike. Nëse merr 2, thashë nuk dua asgjë, do iki. Kaq. Dhe unë nuk kam bërë fushat me Partinë Socialiste, kam bërë vetëm një dalje në Laparda me këtë. Dhe kam mbrojtur Berishën aty në Laparda. Ka fol për doktorin. E kam pikë dobët dhe kam thënë mes atyre. Dhe rezultati doli siç thashun. Më pas Rama nuk kapte telefonin, nuk thënte përgjigje. Mbas 4 muajsh takohem me Kasiot Islamin, se këto nuk janë biseda për të bërë në media, po unë jam i detyruar ta bëj. Dhe Kasiot Islami më thotë, ti je djalë fisnik, thotë, por Rama është pjesë e Luli. Luli të gënjen, ky të futet në burg. Dhe unë ja çoj mesazhin. Rama siç më thotë Kasiot Islami. Thirrem nga zoti. Ti e pas ke çuar Ramës Kasiot Islamit, po i çoj mesazhin që kështu je, se po gënjen 4 muaj, 5 muaj. Po Kasioti atë ishte shpallur armik? Dhe nuk e di. Ishte çfarë viti ka qenë 2017 me radhë. Tani në këto momente me fjalë mbas 4-5 muajsh më dërgoi një postë zëvendës drejtorit të burgjeve. Unë nuk e pranoj gati 1 muaj, nuk po afronin më, sigurisht që kisha nevojë, vajta zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Aty pash që u arrestua Ben Shuko, drejtori i policisë u shkarkua, u vendos Stefan Çipa, të gjithë u akuzuan, me fjalë, kam bërë debate me ministrin Etilda Gjonin në mes mbledhjes, janë gjithë korruptuar, kujdes i thash, se nuk më njifte, nuk më thosh gjithë korruptuar, unë zbatoj ligjin e gjitha me radhë, dhe në momentin që del lista për të vajtur deputet që unë futa, se ishe i tretin listën e Partisë Demokratike, me fjalë, ky s'mbajti premtimin, premtoi edhe Bashkinë e Kuçovës, se unë kam dash Beratin, ky e premtoi. Në këto momente, me fjalë vendosa që të isha deputet i pavarur, kundra Ramës dhe mbaja qëndrimin e opozitës. Pastaj takova zotin Meta, se me Lulin nuk shkoja, zotin Meta dhe i thash unë du Bashkinë e Kuçovës. U futa me primare, nuk e meritoja të futësha primare, po kështu ishte loja. U futa me primare, një pjesë e Partisë Demokratike bojkotuan dhe kështu ndodhi. Po tjetër. Në gjithë këta, vetëm si figurë nuk njëve, po të them që Spaku është i kapur. Unë kam bërë 11 kallëzime në Spak. Do ta vërtetosh? I vërtetuar, nuk po them gjithë prokurorët, se ka prokurorë të ndershëm. Spaku është i kapur, do thotë këta ka marrë fund, thotë. Kryeprokurori me 2-3 veta që kanë. Pra tani, ta thash në fillim që unë kam qenë oficer policie dhe kam arrestuar edhe me burgim përjetshëm, që janë sot në burgjet e Shqipërisë. Dhe unë kam bërë 11 kallëzime me prova. Për kë ke bërë kallëzim? Për kryetarin e bashkisë, oligark Salilari, për drejtorat atij, për krim elektoral, korrupsion masiv, të vërtetuara, për pastrim parash, edhe pastrim parash. Jo, dhe nuk ka nisur hetimin. Hiç gjasme jam. Dhe çka kam bërë? Çfarë bëri Spaku i famshëm? Thirrit gjithë ekipin tim. I minin telefonat, se mos dilja unë. Nuk e që të mershin me... Pasaj thirën vetëm 2-3 prej grupit tjetër, të Kreshnik Hajdari. Dhe unë vazhdoj akoma, gjyqet sot edhe kësaj dite.
Për shkak të punës, zoti Maliqi, ke njohur në një nga këta të ka lidhur punë? As për njërin prej tyre nuk njoh nga afër. Tani Adnan Xholi, Doleza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Brau janë 4 kandidat për nuk e njoh, di që ky Brau është na skrapari, por për atë punë edhe Musabelliu është na skrapari. Nuk e njoh, nuk mund të them dot gjë. Di të them që Premçi ka ditë në kallëzim të Kurçovës që kanë bërë unë, Dumani po ka disa memona mua plus kallëzime që janë bërë, ka qenë një tjetër që ndale Kondilli, në fjalë ka pas një kallëzim të rënd 4 milion euro abuzimi të mërshëm në yselsin e sinecit të Kurçovës dhe ja ka deleguar prokurisë Beradit. Prokuria Beradi ka 4 vjet që e man kot, se është çështje që i takon Spakut. Po për shkak se aty është Salilari bashkë me Hajdarin e famshëm, 4 milion euro i ka thekur, i ka futur në xhep, uji nuk kanë sot e kësaj dite banorët atje, në zonë të mbrojtur, pa leje mjedisi, ndërkohë që ka bërë 2 kilometra asfalt, mbi asfalt, pa procedurë tenderimi, krim elektoral, përsëri këta nuk e thërresin. Ti thuaj që Spaku Spaku ecë me orientim. Ku si vërteton të orientim? Vendosë arrest shtëpie, e përdor për goditur opozitën, me fjalë, ky do arrestohet me urdhë të Ramës, ky tjetër të bëj seleksionime gjitha me radhë. Po tjetër që Spaku vendos drejtësi, ja ku i ka kullë atu, rreth e për qark, pasim parashe shkyr, tetoj në një për bosat për tyre, s'jam ban. Sepse është Rama mbrapa. Ti ishe ti në drejtori policie? Se ishte mbrapa. Ti ishe ti në drejtori policie? Se di unë zbatoj ligjin, kaq. Foto tjetër? Edhe ashtu, nuk e njoh. E kam takuar njerëz zënësisht. Ky është shefi yt politik? Se shefi me, unë jam drejtues politik vetë. Fushat ishte nuk e njoh, mund të ishte drejtues i opozitës. S'kam gjë personale, për mua është i dështuar, nuk është drejtues. Nuk është drejtues i aftë. Është dështuar? Pa, për mua është i dështuar. Duhet na Berati si drejtues politik të bëjnë çfarë të duan, por duhet të ikin se ndryshe ka tendencë qarku Beratit në zgjedhje lokale shumë keq. Jo, ka zgjedhje pjesëme tani. Si atë pisme atë shikojmë që do bëjnë. Ka vënë një kandidat që e njohun. Si është? Njëri është inxhinier i mirë me emër e me radhë, zgjedh pjesme, nuk është vënë me dijenin time. Po se duhet pjesë ty. Po do të pyesin sepse e kanë transfertuar te Berisha, i kanë thënë që është miku Lefterit, mbështetës Lefterit. Gjë që unë s'kam ditur gjë vetëm kur më ka thënë. Do ta mbështet se ka mik në zonën time, po përgjegjësia i takon këtë parti. Është inxhinier Pavlo Shkarpa, kryetari i shoqërisë Beratit, njëri shumë i mirë, me reputacion. Tani, por unë do ta mbështet në zonën time, përgjegjësia për rezultatin i takon këtij. Se është Partia Demokratike, partia e madhe. Unë në zonën time tot lakum me mundësi që do kem, po vazhdoj të punoj. Tani këto drejtues të qarqeve që nuk janë larguar të Partisë Demokratike, edhe pse kanë numër. Është analiza, pra do të largohen një pjesë e tyre, po s'ka. 6 muaj më o Lefter. Po 6 muaj mas 11 muaj na informacionet që un kam mbas raportit të OSBE-dit pritet analiza. Shpresoj. Po presim. Se kështu thonë të gjithë. Po presim raportin edhe do bëhet. Dhe Partia Demokratike do kalojë në zgjedhje. Na janari në prill do të kalojë në zgjedhje tani. Ti je kryetar degë, të humbush thellë. Po këtë pra edhe mos japësh dorëqe, pa vësh masakë elektorale. Drejtues politik, mos japësh dorëqe tani. Keq më vjen, po ka autoritet pa diskutueshëm Rama, po Rama i bën presion. I thoshte këtij Demos, s'more 5 mandate, mos shikojnë Tiranë. I thoshte tjetër, s'more kaq mandate, mos shikoj se si i merr ti me para, me oligark, me presione puna jote. I ketë gjitha resurset nga ne me mbështetjen. Po kështu i thosh mandati ti. Po kështu është, po e di unë. Po e di shumë mirë se këtë profesion. Foto tjetër. Po. E vlerësoj, është arrest politik. Zoti Meta, e kam filluar karrierën politike në 2005 me të. Unë kam dalë i treti në Shqipëri, isha në zonën e Rembraçës, përballë, me fjalë, si president, kur unë isha deputet, ka bërë shumë për Beracit, dekorime, gjitha me radhë. Sigurisht që tjetri kur është në ditë keqe, njerëzit dhe largohen, se nëse Meta do të ishte i lirë, nuk do të shema 17 sa vota, do të shema shumë më shumë. Si ka mundësi nuk e dha? Dhe nuk e dha, sepse mos minjoja që është e madhe të shqiptarët. Ka bërë ministra, ka bërë drejtora, ka bërë ndere, edhe kur vjen puna bëjnë sikur punonin, edhe hop, do të marrin përgjegjësi dhe te Partia. Çfarë do të Partinë e Lirisë tani, se ti aty je tani, na thuaj një gjë që është reale tani, se tani shikoj tani partia ti pothuajse ka marrë fund. Jo, Partia e Lirisë, sigurisht që njerëzit kanë lëvizur një pjesë për interese për shkak të joshjeve të gjitha me radhë, por ajo se li atje te rruga Sali Frashi që gumzhinte zgjedhë, unë shoh njerëz aty. Sepse mungon ky.
Kur ishte ky e peti si u mbush Po më mungon tani, shiko, nuk mund unë jam me këtë, më fal çik, unë jam me këtë, kur mungon tjetri, atëherë do të punosh më shumë. Duhet tregosh vetë. Unë për shembull në qarkun e Beradit e kam shpërblyer dhe vazhdoj ta shpërblej. Dhe i kam thënë që edhe Bashkinë Kuçov e ket të fituar me natyrën që un kam. Pra unë edhe kur është ditë vështirë vazhdoj të punoj me shpirt edhe kësaj radhe jam. A bëri ndonjë gabim Ilir Meta në listë? Jo, a bëri ndonjë gabim Ilir Meta që erdhi deri këtu? Unë besoj që gabim politik. Çiko, unë besoj që ka personale edhe nga Rama dhe nga Jurikim, sepse në qëndrimet që mante në mbrojtje të kushtetutës, me fjalë si president, sepse këtë e din gjithë shqiptarët për qëndrimin e tij, edhe vetë arrestimi që u bëi tij dhe shoh se filmimi ka qenë në policia. Filmimi ka qenë në një dykaç hotel në informacione që mora unë dhe për ta bërë virale me fjalë për t'i bërë presion të tjerëve. Pra, nuk e di çka ka personale me zotin Rama, por ky e bëri kryeministër Ramën 2013. Pra zoti Meta e bëri kryeministër zotin Rama në 2013 sepse nuk mundet. Pastaj zoti Rama, po themin se aktor çatë temë. Po ti vesh re zoti Rama kur ishte kryeministër me LSI-n në pushtet. Pra, i vinte çdo ditë kryetarit parlamentit me fjalë çdo tan. I vinte gjas me ulej. Pra ky bënte një rol derisa e vendosi gabim i Metës, po, që pranoi president. S'do të kishte pranuar kurrë. Aty e bllokoi me fjalë jo që kompetencat e të merat, sepse Meta ishte shumë aktiv në bazë. Unë mbaj mend 2005 dhe jam habitur kur isha, më merrte në telefon thoshte më ku do vëmë në një familje socialisti, dhe natën. Ose edhe natën dhe ditën, por sidomos natën vinte, i takonte, me fjalë ishte shumë aktiv. Më merr në telefon thotë kur jam edhe kështu. Pra, e shqikoja dhe tani mbas presidencës prisja edhe unë shumë nga zoti Meta, po këto presionet që edhe vetë i ka bërë publike zoti Meta, po dhe zhgënjimet janë të mëdha, tani t'jap. Cili ka qenë roli i Monika Kryemadhit në këtë histori? S'mu t'jap komenton për zonjën Kryemadhe, unë e njoh, e respektoj. Zonjën Kryemadhe nuk i di problemet e tyre si i kanë. Unë dhe me zonjën Kryemadhe e kam takuar, e kam respektor, po. Kam respektor, kam qenë fushat, lokomotiv ka qenë dhe zonjën Kryemadhe. Ishte shumë, kur mbaj mend 2005-2007, madje më jepte drejt mua. 2007 kur nuk kam konkuruar po thoshte kundra PSZPD-s, më takonte komunë. Po mandati uroj Luli lat mandatin. Jo, po them 2005-2007, se s'kam qenë unë kur lan mandatet ta. Po se ku ishe? Unë kam qenë drejtori i burgjeve të Shqipërisë. Po pse nuk thoshe ti mos i lini mandatet? Bën mirë tha që i la mandatet që vajta unë deputet. Po shumë mirë, për qarkun e Beradit po njërë. Vajta qëndrimin që dush, më shumë se çdo deputet tjetër i Partisë Demokratike. Tani, arma më të fortë Ilir Meta ka pasur familjen. Ka mundësi ajo armë e fortë u SBA? Nuk i di këto problemet e brendshme, i ka thënë vetë me fjalë përdorimi... Lefter Maliqi, se të njoh këtu kam ja 20 ca vjet. Ti po duash ti një atë që nuk imagjinohet për ne këto tani. Urimim, për shembull, po nis me urimin. Është që kur dalin nga burgut bashkohen. Ky është urimi. Po. Ky është urimi dhe besoj. Kjo është dëshira jote. Dhe dëshira dhe do besoj që duhet ndodh. Edhe do ndodh. Do ndodh? Besoj që po. Sepse unë mendoj që në kushtet e vështira që është zoti Meta sot, në atë qeli, Monika ka treguar vetëm, no? Pavarësisht se është, më fal çik, pavarësisht se Meta vjen në një zonë malore, siç është e Berisha etj me radhë, dhe është kalitur. Sepse ne të zonave malore çfarë problemi kemi? Sepse kemi ne durimin, kemi pavarësisht sepse qelia është shumë e vështirë, pavarësisht ne themi që se unë kam qenë drejtor, ajo qelia është e vogël atje. Del 2 orë në ajrim, rri vetëm, ke qenë president dhe kryeministër. Po, me telefon po. Me telefon me zotin Blusha. Vazhdoni punën, jam më i fortë. Kjo është një padrejtësi e madhe, është arrest politik, është e kuptueshme. Do vit dita, jam i qetë. S'ke shkuar të takosh? Po nuk lejohet. A i ke dërguar në diçka simbolike? Po i kam dërguar. Çfarë? Besoj një libër. Çfarë libri po më tregu titull? Nuk e di mirë, se më me se titull të fundit janë politik i kam dërguar, edhe në një ushqim brenda mundësive të zonës Beradit. Ka dëshirë. Në një gjath ka çka va, në një diçka, se s'është ndonjë problem. Në një vaj ulliri, se këto një vim. Ja ke çuar? Po, kaq mundësi sa kam. Kështu që sepse njeriu duhet një. Megjithatë letër po thoshja që Monika e ka treguar vetëm në fushatën e mbështetjes. Po tani këta problemet familjare i din vetë. Unë kam takuar djalin e Ilir Metës, Besin, për cilin kam respekt, e vlerësoj. Me fjalë i kam dhënë disa
kontakte me mundësi. Duhet të ishte ai aktiv në politikë. Pa të besoj që do jetë në të ardhmen. Unë besoj që do jetë. Ai s'është i vogël tani, duhet të ishte që tani. Po besoj që do jetë mbas daljes së zotit Meta. Unë besoj dhe shpresoj të dalin shpejt, pavarësisht se po marr ende Rama në arrest politik. Rama po e marr, ëh? Rama po e marr. Është mbyllur kjo. Soros i iku, tani po marr Rama sepse Rama do të rrisë sa më shumë në pushtet, i ka bërë ato saraje si sultanat. E ke parti sa miliona euro ka bërë pyll orbitar. Mos e fajin e keni dhe ju të opozicës, po le tani. Ne kemi fajet tona sepse edhe ne do të punojmë. Rama. Po vetë ju vetë jeni lëmshë. Edhe ne kemi fajet. Më falçi, dhe ne kemi fajet, por prandaj duhet kjo analizë, dhe unë prandaj e thashte që arrest shtëpia një vit e Berish nuk ishte pak, arresti tjetër i zotit Meta prap. Me fjalë tani ka filluar që fut kjo frymë edhe këto partit Agron Shej, Lapa i tak me kandidatet e Tiranës. Po me këto tani me këto Agron Shej me këto i rregullon çani me lot juve. Zgjedhjet e pjesme lokale nuk janë të lehta. O Lefter, është lokomotiva e para, e them fillim këtë. Lokomotiva, pastaj vagoni i fundit. Po presim te lokomotiva. Shikoj, ne do flasim prap bashk. Për shembull, nëse deri në muaj shkurt mars, kjo lokomotivë nuk ka një ndryshim në përbërje, një frym, një analizë, atëherë do t'i them unë, realitet do them që kjo opozit nuk vjen më në pushtet. Pra, nëse është në këtë gjendje që është tani, është pamundur që të vinë pushtet. Pra, duhet një riorganizim, zgjedhje, analizë e gjithë me radhë. Nuk kam gjë personale me asnjë nga deputet. Po të them një gjë sa asun se kam personale, po jo një. Ta gëzoj mandatin për shemb, po marrim Enon ose një tjetër, le ta gëzoj mandatin, le të rri sa të rri. Por nuk e bën dot atë punë, sepse fiton ai tjetri, fiton Demo duke qeshur atje. Demo do një Lefter Maliki për balë dhe shikoj ti si e bëj unë. Jo Demo po këtë doj. E mund. E zbërthej. Po ti nuk e mund? Me të gjitha. Në judo, ore. Edhe me judo, edhe me vota, edhe me gjitha. Edhe me judo. Ora, po çfarë do ti? Me të gjitha. Që do të jesh, më fal. Mund romake. Ora mund edhe Çuçin. Erdhi me drejtorin operacionale. Me të gjitha po them. Bëre mundje, nuk bëre judo. Në kuptimin e kurajos që i thosha njerëz, vija vetun. Përplasja me operacionalen, përplasja me njerëz që binte ai. E Skënderbega, e Beksi, po çfarë Beksi. Sepse duhet përballja. Ditën e shtunë darkë për shkakun janë përballur edhe me bandit të marrë nga Çuçi. Edhe janë shoqëruar në operacionalja njerëzit e mi. Pra të gjitha dhanë, edhe të gjitha. Më ngasmove me këtë. Okej, Berishën po e themi është fajtori i madh. Po Berisha e ka bërë epokën e vet. Dhe jam shumë dakord me ty. Tani, këta të dytët, se asun s'kam gjë personale, Gazmend Bardhi, edhe zoti Noka, po kryesisht Gazmend Bardhi, që ka humbur, ashtu si ka humbur Fier. Ore, edhe Gazmend Bardhi është i pazëndësueshëm, se mirë zoti Berisha është i pazëndësueshëm. Zoti Qafoku, se nisët ndryshe, se gabim më i madh zoti Berisha, unë nuk e kam problem të them nëse është e vërtet dhe këtë gjë, por duhet të them që zoti Berisha ka shumë gjëra pozitive që nuk krahasohen me Ramën. Jo në Bashkimi i Kombit, Shqipëria në NATO, lëvizja e lirë, dyfishoi pagat e pensionit dhe janë vend numëro tani, fshatrat rurale, të gjitha rrugët i Kaberej i ka harruar Rama të gjithë, dhe tani kemi një shpopullim masiv, po të veshën për fshatrave duart në kokë, shtëpit bosh, pensionistë, nuk po gjej njerëz për të vjel ullin me 30.000 lekë. Nuk ka njerëz, me fjalë shkollat të ikën mendje kokës. Lapardaja që ke dëgjuar ti. Lapardaja ka 6.000 banorë. Pra për Berishën kam thënë është në mision, është i aftë, është human, është familjar, është drejtues i Zotit, do ta lej sigurisht karrierën në momentin që do realizojë misionin e tij. Do ikë, i bindur për këtë. Po do ikë një ditë. Në momentin që ai një ditë i thën shkurt? Jo, në shkurt nuk kam thënë shkurt. Jo, tani thej që nëse nuk ndryshojnë gjërat në PD. Në shkurt nëse nuk ndryshojnë gjërat në PD, po ta them unë. Se Berisha Motorin, po të them që është situata e keqe në opozit. Se duhet ndryshoj. Në qoftë se u mbet opozita 6-0 në zgjedhjet e pjesme, çfarë do të thënë? Në zgjedhjet e pjesme po ja them gjithë shqiptarëve që në zgjedhjet e pjesme gjithnjë fiton pushteti. Raste të rralla mund të fitoj sepse vjen gjithë shteti. Për shembull. Jo, unë besoj që të majtet e ndershëm të zhgënjur edhe njerëzit e zotit Velia dhe të tjerë të bashkohen me zotin Binaj, por mos harrojmë një gjë që makineria shtetërore, siç e edhe raporti ose BOD-i, dhe madje po ta them, të gjithë kryetarët e bashkive dhe drejtuesit lokal janë thirrur me lista dhe me detyra. Kush është në Skapari që banon këtu, kush është në Beradhi që banon në Tiranë, kush është në Elbasan, në gjithë Shqipëria, në mënyrë që t'i orientojnë votat tek kandidatja e majt. Besoj dhe shpresoj që Tirana të ketë ndryshim. Ndodhi në Shkodër për parë që fitoi Partia Demokratike me Bardh Spajin atëre, por mos harrojmë që Shkodra ka qenë 7-8% e djathtë.
Foto tjetër, kemi një regjia? Jo, më lëreni këtu të Berisha, i uroj shëndet. Jo, s'kemi foto tjetër. I uroj shëndet Berishës dhe sa më shpejt ta mbyllin karrierën si kryeminist i jashtëm i Shqipërisë. Kush? Zoti Berisha. Po deri në 80, do thënë ai ishte 81 vjeç, edhe 4, 85. 85 vjeç? 85 vjeç, edhe 81 vjeç, Zoti... Por 81 kaloi, çfarë thua mo? Zoti ta merr jetën kur ti ke bërë shumë gabime në jetë, ta merr dhën mosh të re. Zoti Berisha po ta shikosh në energjitë, edhe Rama që te 60 është, ka më energji se... Rama ka 4 mandate në pushtet. Leti ketë 4 mandate, i ka si i ka, por në njerë kur fryesh shumë, edhe shfryesh. Për shembull, shef komisariat 25 vjeç ka parë, mi bi vetë ai qef ma. Kur rash mas si viti, thash çka që nga kjo, thash, si të ndodhi kjo. Ti the nuk funksionon komisariati po mua. Unë mendoja që do ecë si në shef komisariati, do vetë drejtor, do vetë këtu, rash e psova të renin e dur, 6 muaj, kalova prap komisar, rash prap, unë ngrita prap, është më mirë kështu, sepse kur merr vetëm detyrat të larta, një ditë do kesh një fund dhe një umner që dhe vetë nuk dhe Zoti Maliqi, gjithmonë të këndshme rrufe dhe këshu janë luftarake, janë intervistat me... Se jemi rritur me vojtje, i kënaqemi me pak, jemi të drejt për drejt, nuk kemi përfituar asnjëherë, nuk më ka dhuruar asnjëri pushtet, pavarësisht milionit që kam ndaj Zoti Berisha, unë s'kam milionit dhe po ju them kaq. Nëse Zoti Meta do më kishte vënë deputet në listën mbyllur që më takonte, me rezultatet që ju tregova. Jo, më takonte mua për rezultatin e votave. Unë sot do bëja namin në parlament dhe ku do me organizim në mbrojtje të figurës. Po çfarë do bëj ti? Më shumë se ka zbardhi, çfarë do bëj? Ai mori dogji Taolina, të hodhi ato. Për Zotin Meta arrestimin politik banditesk që i ka bërë. Po çfarë do bëj? Do bëj një organizim të jashtëzakonshëm, do shpërthenin me fjalë organizimi i njerëzve, jo, njerëzit, se nuk mbahem unë dhe tani po taftoj Berishën atje, i mbledh 5.000 veta. 6.000 veta. Njerëzit nuk janë dele tani, më bën direkt në shkop tani dhe i bën përpara tani. Nuk është dele, janë si mua, të thjesht, nuk vin ai dutut, po ndeshmit janë të shumë, të majtë e djath. Nëse ju keni sikron, mund ta jepni mitingun e Kuçovës. Kuçova e majt, u prit Berisha, dakord, po ju po them në këto momente, dhe kanë fjalën që bëj për njerëzit. Nëse ja i dut, nuk të duan njerëzit, qafoku. Nëse ke vese të poshtra, nuk të duan njerëzit. Nëse ke vjedhur, nuk të duan njerëzit. Nëse nuk i takon, nuk i mbështet, nuk duan. Duket njerëzit, duket hipokriti, duket i drejt për drejti, duket i djallëzori, duket intrigusi. Politika është intrig. Politika është të aftin për të aftin vetëm shpifin. Po unë kam një gjë, që unë çdo gjë kam vetëm me liderët, nuk merrem me tjertut, tjertu jap dorën. Nëse lideri më shet, është për ti. Zoti Maliqi, faleminderit. Mersi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.